Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Salatet dhe selamet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Është kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e këtij organizimi, me në radhë të parë me u shoqëru ose me qëndru në një shoqëri të cilën besoj se e kanë rrethu me lachet, edhe pse nuk e shohem, besojmë se është qështu. Zbret qetësia prej qiellit, Allahu krenohet me njerëzit cilët janë ulë dhe takon me përmend madhërinë e tij. Për mu ke kënaqësi e veçantë edhe ligjëratën që e dëgjova, nuk po du me i bo review shejh mirësimit, po du juve me ja u dhon 3 këshilla të shkurta që lidhen me ligjëratën, se ligjërata jam është temë pothuajse tjetër. E para, ndoshta nuk jeni mësu me pas kësi ligjëratat qortuese, mirë po në të kalumën dietarët kanë thonë el mawa'idhu siyatul qulub. Këshillat e drejt për drejta, në cilat eventualisht edhe qortime mundet me pas, ato thot janë kamxhikët e zemrave. Zemra do të me urrejh me kamxhik, kohë pas kohe, me qësi kamxhik imagjinar gjithsesi, në mënyrë që me u këndel. Ju e dini të gjithë, madje nëse sigurisht shumica e dini edhe ma mirë se unë, a i keni pa njerëzit nga njerë kur jenë në prag të vdekjes, ja u bojnë edhe një goditje të fort me elektroshok për me mujt me i kthy një jetë. Na kemi nevojë, jo bashkë qasi ekstreme, po kemi nevojë kohë pas kohe për një mend me e shkund veten, me na shkund dikush, me u shkund me ajetet e Kur'anit, me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me këshilla dhe ligjëratat të hoxhallarëve, për me u këndell, për arsye se njeriu mjafton thjesht me konë në një rutinë qoftë edhe stabile. Na kur flasim për stabilitetin edhe për kushtimin, themi stabilitet edhe qëndrueshmëri. Po, amon në Islam ai ka edhe një farë ngritje do të me e pas, për arsye se njerëzit e mendshëm përpara kanë thonë nuk i kam të bekume, ose Allahu mos mi bekoft 2 ditë të jetës në cilat unë kam qenë i njëjti. Për shkak të dinamikës së jetës, për shkak të sfidave dhe të sprovave, na kemi nevojë shumë për me pas një ngritje të vazhdueshme, për arsye se stabilitet ashtu në atë kuptimin imagjinar nuk ka. Ose ki mu ngrit, ose ki me ratë e poshtë. Andaj Allah është përbleft hoxhën për atë trajtim të mrekullueshëm. Unë për vete thash, me u pas mbyll që kjo organizim, me qatë ligjërat që përfundoj, menoj që ish llogarit shumë i suksesshëm. Domethënë kjo ishte këshilla e parë, veç kuptojeni se qortimet janë pjesë, edhe do të me qenë pjesë e ligjërimeve tona. E dyta, na jetojmë një jetë si mas kornizave, edhe Islami është kornizë. Masëni mrenda përkatësisë Islame, na si fetar, themi e kemi një kornizë metodologjike e të ngjashme e kështu me radhë, mirë po nganjëherë po harrojmë se kornizë janë kufit, përmbajtja mrenda aty në kufive është e rëndësishmja. I keni pa nganjëherë njerëzit varin fotografinë për mor, ato fotografi kryesisht e kanë një kornizë, veç para mendo kornizën pa foto, është pa përmbajtje, janë pretendime dhe deklarime dhe përkatësi ose lojalitete të pretendume për një metodologji, për një rrugë të selefit, ose për një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose kështu me radhë, e që të gjitha ato pa përmbajtjes do të kishin kuptim. Sikur për shembull këto kornizat dritareve pa xhama, s'kan efekt, kërkosh nuk qet kornizë pa xhama. Andaj ta kemi parasysh edhe këtë, se në rastin ton, si besimtar, si musliman, si fetar, nga njerë korniza bën mos me u përfill nëse duhet njënës me i dhonë përparësi. Nëse duhet me i dhonë përparësi përmbajtjes, fotografisë, atër me fotografinë merremi, korniza mundet me u bo edhe pak ma vonë. Ose po e formuloj pak ma ndryshe, esenca, e brendshmja, edhe forma, të dyjat janë të rëndësishme, madje kusht janë për me u pranu një vepër. Mirë po jemi dëshmitar se forma nga njëherë edhe mundet mos me ekzistu,
edhe vepra me u pranu. Rasti i agjerimit, për shembull, kur dikush është agjerueshëm, harran e pin një gotë ujë, sipas mendimit tonë edhe vlerësimit tonë, sikur të mos i kishim ditë çfarë thot Islami për këtë punë, kishim thonë ja vallahi kom prish. Ja agjeroj një ditë inshallah për këtë punë. Ndërsa pejgamberi ka thonë jo, plotësoni agjerimin, se Allahu të ka dhënë me ngrënë ose me pi, se esenca është te njëti yt që jemi kon agjerueshëm. Edhe kjo mendoj që është shumë me rëndësi, nëse përballemi me esencën edhe formalitetin ta dimë se edhe për te faktit se të dyat janë të rëndësisë jetike, që një vepër me u pranu, megjithatë esenca është më e rëndësishme. Edhe po e përfundoj me një pikë tretë, e kuptuam edhe e kuptojmë në vazhdimsi që kena shumë çka me përmirësu në jetën tonë. Nëse na duket se prej aty në shumë vespodim ka mjanis, unë ju kisha thonë që ai lomshi e ka një fill, me mujt me gjetë atë fillin e lomshit, tani ma shumë lehtë është me i të fillu gjanat, e unë e kisha thonë me u shërby me faktin e zbritjes gradualisht të Kur'anit, respektivisht edhe të shpalljes së Islamit e kështu me radhë, edhe e dim për shembull që një kohë në fillim të shpalljes dhe pejgamberllokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas davet të fshehtë. Pastaj ka pas davet publik, po edhe manifestimi i fesë prap për disa ka qenë i fshehtë. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol, po kretë besimtarët nuk kanë dalë sipërfaqe, varësisht prej rrethanave të tyre. Tash unë s'po du me thonë na me kalu një legalitet e kështu me radhë, po me përkthy një jetën tonë, nashta është mirë na me fillu përmirësimin tonë natën, ose përmirësimin tonë të territ, për arsye se konsideroj se deformimet, mos thëm devijimi, deformimet fillojnë të vetmia. Na që tash kur jemi këtu në shoqni, nuk jemi hipokrit, as nuk jemi duke ushtirë, po është ambienti dhe atmosfera, ka aq pozitivitet sa që çdo njëri njihet i devotshëm. Mendoj se është shumë e natyrshme kjo. Mirë, po s'do të na më mat veten derisa jemi në shoqni, po më mat veten kur jemi vetëm. E kisha thonë që hoxha tha një muj ditë majnin mend që to kuptimet e madhnimit të Allahut fuqiplot, unë e kisha thonë çasaj veç bashkangjitë janë një muj ditë sabahun dhe yacin falenin në xhami. Edhe masanej reflektimin e të dyjave bashkë keni me e pa në vazhdimsi. Allah të shpërblet Shejh Mirsim për këtë ligjërat të mrekullueshme, Allah të dhasht ymër e shënet e stabilitet. Unë kam përgatit një temë çdo çka po e mësojmë prej hoxhallarëve qysh me mujt me e përcjell të tjerë, se funit e kemi borxh. Si besimtar që jetojmë edhe adhurojmë Allahun, edhe ja kemi mësuar xhenetit, megjithatë e veçanta e besimtarëve është dashamirësia për të tjerët. Edhe e dashamirësia nuk kufizohet me afërsi, nuk kufizohet me lidhje gjaku, nuk kufizohet me ata që t'i don zemra. Na si besimtarë, veçanta jonë është se kemi dashamirësi edhe për ata cilët na armiqsojnë, edhe për ata që ndoshta na mos të them të zhveshëm për besimit se pak e vrasht, po na pa besim kurse u kishim dashur të mirën që aty në njerëzve. Ndërsa motoja e kësaj çka po du me thonë është fjala e Allahut fuqiplot në surën Ali Imran, ajeti 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju ishit njerëzit më të mirë që janë paraqitur në fytyrën e tokës, për arsye se urdhëronin punë të mira, ndalonin prej të këqijave, wa tu'minuna billah dhe besoni Allahun fuqiplot. E ka komentuar një historian jo musliman, rrjedhën e Islamit prej filleve tina edhe deri sa ka pas ngritje Islami, thot komuniteti musliman e kanë kuptu se krahas përjetimit edhe praktikimit të Islamit në veten e tyne, ata e kanë edhe një rol përmirësues. Edhe ai roli përmirësues nuk është me e marrë një gjë e cila o kon deri dikon mire, hajtë të rregullojmë edhe pak çka ka mbet, po krahas kësaj roli përmirësues o kon edhe aty ku s'ka pas kur gjë, ose aty ku o kon keq, me e zavendësu me mirësi, ose tu e rënu të keqen, ose tu ndërtu të mirën në ato që edhe thot me kalimin e pak kohëve, thot kanë arrit musliman me e kriju një civilizim, që është shumë e vërtet, po për shkak se neve na ndojnë shekuj prej asaj kohe të lavdishme, e tash sikur jetojmë në një
një të kurrje, jemi të rrudhën prej përkatësisë tonë, po çajo që kanë bo musliman, të e pas parasysh që shpallja e fundit, pejgamberi i fundit, libri i fundit, ummeti i fundit, si rrjedhoi, domethënë kanë arrit me e kriju një civilizim gjithë përfshirës për njerëzimin. Mundet me t'ingëllu e çuditshme për dikën që se ka dëgju hala, por për shembull posta, shërbimi postar është rregulluar në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala. Do të se keni ditë. Ose databazat e para që i ka njoft njerëzimi prap kanë qenë në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, e kështu me radhë. Domethënë, që ky është ai civilizimi i cilin e ka prodhuar Islami, tjerë dikur kanë fillu me përvetësu, ja kanë gjitë një fasadë me ngjyra të veta dhe kanë thonë që kjo është e jonja, anë të vërtet asnjë zhvillim, asnjë përparim njerëzor nuk ka ndodhur mas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç se Islami e ka hisën e tij të meritës në këtë aspekt. Kuntum khayra umma, jeni njerëzit më të mirë, Allahu kështu po na thot. Tani me e këshyrë në vetën edhe me matë me qëtë ajet e shohim se ose si jemi na ata që Allahu ju ka thonë, ose duhet me ngrit në nivelin e asaj që Allahu ka dëshmu për neve, e për këtë e kemi një muri ajetesh, një prej tyre është kjo ajetje që sapo e citova. Pastaj Allahu i madhruar në surën Bekare ajetin 143. Do të thonë me marrë shënime nuk është as marrë as gjuna. Në ajetin 143 të surës Bekare Allahu i madhruar thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Kësaj ne ju kemi bërë juve ummet mesatar. Mesataria nuk është pozicionim gjeografik. Nga njerë mesataria mundet me konë me një skaj, po mesataria është se kërkush mundet me konë ma i mirë, e ma i saktë, ma i qëllum, edhe ma në hak se sa jo. Edhe ajeti i tretë që e dëshmon një gjotë tillë, është ajeti 78 i surës El-Hajj, ku Allah i madhruar thot: "Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Allahu ju përzgjodhi juve. Fenë cilën ja u dha, nuk ja u dha për mi u ngarku, edhe për mi u rëndu. Ja u dha për mi ja u rregullu jetën. Millete e bikum Ibrahim. Kjo është rruga e babait tuj, paraprisit tuj Ibrahimit. Se kjo puna e babait nuk është punë thjesht vetë e ADN-s, e gjenetikës, po është ma shumë pjesë, është simbolike e kauzës, të cilën besimtari do të me ndjek për me u identifiku me Ibrahimin a.s., që është baba i pejgamberve, po pse mos me u identifiku edhe me Jusufin a.s., që është për Beni Israelve, e që shumë prej neve i ngatrojnë Beni Israele dhe jehudi mendojnë se është e njëjta gjë, nuk është. Jusufi a.s. është për Beni Israelve, Musa a.s. është për Beni Israelve, po musliman kanë qenë. Musliman lëku është shumë ma universal se sa çdo përkatësi tjetër, qofshin edhe ato etnike, racore, e të ngjashme. Çka deshta me thonë me çët hyrje është nderuar vëllezër se krejt çka dim e kemi borxh me u përcjell tjerëve. Kur them krejt çka dim e kam për qëllim asnjë njeri në botë, asnjë mësues në botë nuk ju kallzon nxënësave krejt çka e din. Se edhe me dasht ka, si më thonë, ekziston një shkputje mes asaj çka e kin mendje dhe asaj çka eventualisht mundet me ta formulu gjuha. Megjithatë, ekziston një minimum në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na udhëzon edhe thot: "Bellighu anni walau aya." Prej meje përcjellni qoftë edhe një ajet të vetëm, e pastaj secili mbas të asaj çka Allahu i ka dhënë mundësi me mësu, aq e ka edhe përgjegjësinë me përcjell edhe me komuniku. Motivi, sikur se thash, është dashamirësia. Ja dën të mirën secilit, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pengu me i thirr njerëzit në Islam edhe në momentet e fundit të jetës tyne, kur të themi ai logjika jon gëzohemi kur udhëzohet një njeri me ndikim. Ne gëzohemi edhe kur udhëzohet një njeri i thjesht, gjithsesi, po kur udhëzohet një njeri me ndikim gëzohemi më shumë. S'ka kur gjë të keqe në këtë. Mirë, po logjika e atyre që u dukun në frymën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë ndryshe. Ebu Bekri radiallahu anhu, se Ebu Bekri është personalitet i pashmangshëm në të gjitha ligjërimet tona. Për shkak të asaj që ka qenë, Ebu Bekri sklevrit kur e pranonin Islamin, torturoheshin, e i blinte edhe i lirante. E i thot baba i vet, duke mos qenë hala musliman, duke qenë hala mushrik, po
ajo, si me thonë, matjet e kësaj botshme, i thot, po mirë birë, ti pare po argjon, s'pi blen, e mi liru do s'klever pak ma të fuqesham. Që bile me arë puna, ata edhe të ndihmojnë të përkrahin, ose luftojnë për ty, ose kështu me radhë. Mirë po poenta ka qenë krejt dikun tjetër. Ebu Bekri nuk e ka pas atë element në llogarinë e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ngarend që njerëzve m'jau prezantu islamin në rrethana të veçanta, nëse dikush o kon duke vdekë, duke dhënë shpirt. Ai njeri, nëse bëhet musliman, kush ja sheh hajrin? Është të vdekë. Veç ai ja sheh hajrin islamit. Bëhet musliman, mas 5 minuta vjep shpirt. Ai inshallah ka shpëtu. Kulu la ilaha illallah tuflihu. Thuni la ilaha illallah, do të shpëtoni ose do t'ja dilni ose do të keni sukses. Ndërsa këtë pjesën tjetër që mja po hajrin atij nuk ka qenë element në llogaritë e tyne. Këtë po e përmendi edhe s'vjen ndesh kjo me faktin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nejt edhe me njerëz me autoritet, edhe me parit e fiseve kështu me radhë, gjithnjë me synimin edhe me lakmin që ata të bëhen musliman, që të bëhen muslimanët edhe fiset e tyne, edhe njerëzit që janë në ndikimin e tyne e kështu me radhë. Mirë po kjo është për me tregu se motivi i përcjelljes së fesë është motiv s'lidhet me hesapet të kësaj dunjaje. Lidhet thjesht me shprehjen e mirënjohjes Allahut fuqiplot që na ka udhëzuar neve. Sikur e dim, për çdo begati e kemi obligim me qenë mirënjohës, edhe begatia e udhëzimit e ka mirënjohjen e vet, e ka zeqatin e vet, edhe ai është daveti në rrugën e Allahut fuqiplot. Kur flasim edhe kur menojmë për davetin, masa e gjarë e muslimanëve mundën me menu se daveti është punë e këtyne djemve tri me mjekra që shkojnë në përderse, lexojnë libra, shoqënohen me hoxhallare kështu me radhë. Ajo masa e ngushtë e këtyne djemve tri me mjekra e kështu me radhë thojnë, daveti, unë e kisha bo davet, po s'di, është punë e hoxhallarëve. Hoxhallarët pastaj, disa thojnë, valla, i kem dhe hoxhallarë pak më shumë, këta është punë e tyne, ata pak më shumë thojnë, është punë e dietarëve e kështu me radhë, edhe një farë mënyre, të gjitha këto janë të sakta. Të gjitha çdo çka po i them janë të sakta. Çështo është daveti, mirë po nëse po e vrejmë, kërkosh s'po jetë pa e pas bërë davetin. Kretë çka po menojnë, këtë është e saktë. Tu fillu prej atij që e din veç një ajet, ose e din veç një të vërtet, sa do e thjesht tjetë prej islamit, edhe e ka obligim me bo davet, edhe se cili pastaj e plotëson atë zbraztirën para vetës. Dietarët kanë debat, daveti a është fardh ain, a është fardh kifaje. Kjo fardh ain edhe fardh kifaje po hym një terminologji e cila në një farë mënyre si objekti studimit është i një discipline që kur e kena mësua edhe na hoxhallarët nuk është se e kena pas shumë për zemër, po na ka vy usuli fikhu. Për juve mundet nga njerë ndoshta me tingëllu edhe e bezdishme mirë, po une po e thjeshtësoj. Farzi ain edhe farzi kifaje dallimi, obligimet individuale edhe obligimet kolektive. Obligim individual është ai të cilin ti vetë dush me e bo për veti se kërkush se kryen për ty. Obligimet kifaje janë ato të cilat kretë na e kemi borxh, po njoni për shembull, njoni rrin te kamera, s'kem nevojnë aton me ka një kamerë tonën me e pas. Ose njoni ngritet edhe rregullon klimatizimin, o kryt, të gjithë ne freskohemi. Njoni e kryen obligimet, të gjithë lirohen prej përgjegjësisë. Mirë po, të më thonë që kjo është debati, po për te i kësaj, daveti nuk është thjesht temë teorike. Davetin mes tjera është edhe mendësi, daveti është edhe identitet, për arsye se Kur'anin mes tjera i trajton dy kategorit njerëzve, po i marrë edhe unë shembujt, e nehleku wa fina salihun, i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka mundësi që ne të bëhemi helaq, të shkatërrohemi duke qenë se në mesin ton ekzistojnë njerëzit e mirë? Përgjigjja është po, ekzistenca e njerëzve të mirë, pra nuk është garanci se njerëzit nuk shkatërrohen. Mirë po, Allahu i madhruar në Kur'an thot, dhalike bi anna Allahe wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Zoti yt nuk i shkatërron vendbanimet mizoresht. Derisa në mesin e tyre ka njerëz, po këtu tash Kur'ani s'po thot salihun, të mirë.
po thot muslihun, të atill që përveç janë të mirë për vete, ata mundohen vazhdimsi me ndreq atë që nuk është në rregull, me përmirësu atë që është keq, me bë mirë atë që s'është as mirë as keq e kështu me radhë. Kësaj pra ne e kuptojmë se thjesht davetxhi nuk është nafile, nuk është vullnetare, nuk është vlerë e shtume, është vlerë esenciale, është identitet edhe kështu me radhë. Normal, njerëzit kanë nga njëherë probleme edhe në këtë temë, sikurse në temat e ngjashme. Problemi i parë është me e kuptu çka do të thonë që kjo, nëse themi është vajib ose farz ose detyrë ose qoftë edhe vullnetare, se kifaje mundet edhe vullnetarisht me u bë gjanat, me e kuptu çka do të thonë kifaje. Hajt valla se e bën dikush tjetër. Sikur ajo logjika që e kemi dëgju kur thojnë të kaluamën njerëzit kanë ngarend për me e praktiku një punë për shkak se ka qenë sunet, do të thonë s'është farz, ama sunet ka qenë motivimi mjaftueshëm për ta për me e kry, ndërsa gjeneratat e mëvonshme çka thojnë? Hajt për lese, sunet është, s'ka gajri. Edhe kjo, kifaje, ai i cili e kryn edhe i liron tjerët prej përgjegjësisë, ai ka bën një punë shumë të madhe, mirë po ai i cili e ka keq kuptuar, ai thot, hajt bre se e kryn dikush, s'është patjetër, pse mu ka mbet kjo punë, a realisht harrojmë se secila padyshim është domethënë e rëndësishme. Edhe problemi i dytë qëndron te fakti që një pjesë e njerëzve dhe e muslimanëve kanë pikërisht çatë mungesën e gatishmërisë për me bë punë, le të jenë edhe farze, si me thonë individuale për secilin që e ka, mirë po prap problem me pas motiv për me u ngrit edhe me vepru. Kurani hap shumë horizonte në këtë aspekt, edhe ajo që realisht do të ishte si orientim i mirë shumë edhe i dobishëm për neve, si në piknisjen e kësaj teme, ose kësaj mënyre të mendumit, janë dy ajetet e Kur'anit. Fjala e Allahut fuqiplot në surja Ale Imran, ajetet 104 dhe 105, thot Allahu i madhruar, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair." Le të bëhet prej jush dikush që thret në hajër. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dhe urdhërojnë të mira, ndalojnë prej të këqijave, wa ulaika humul muflihun. Dhe pikërisht këta janë ata të cilët do të shpëtojnë. Pikërisht këta janë ata të cilët do të kenë sukses, do t'ja dalin e kështu me radhë. Edhe ajeti tjetër, "Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu", e mos u bani as se sigur ata të cilët u përçanë dhe u kundërshtuan ndërmjet vete. Tash këtu te ky ajeti i parë i kemi 3 fjali të shkurtra, por që për neve kanë domethënie. "Wal takum minkum umma", le të bëhet prej jush një ummet. Fjala ummet e dini, është fjalë me kuptim shumë të madh dhe me aplikim shumë të gjatë. Nuk është grupacion, nuk është xhamat, nuk është ekip. Ummet ka kuptim shumë të madh, ani pse aplikimi kuranor i fjalës ummet ka dallim pastaj në realitet. Dietarët kanë thonë, kur Allah thotë le të bëhet dikush prej ju, minkum, a është tash daveti fard ain, a fard kifaje, kanë thonë, ja, është fard kifaje për arsye se Allah ka thonë dikush prej juve. E kjo dikush prej juve do të thotë një pjesë, nëse e bojnë pjesa tjetër lirohet prej përgjegjësisë edhe jena në rregull. Të tjerët kanë thonë jo, nuk është kështu. Për shkak se minkum nuk është për me i nda njerëzit, po e ka kuptimin libejanil gjins, për juve, për të gjithë jo. Kush e nin vetën njeri, kush e nin vetën besimtar, kush e nin vetën pasues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasues i Kur'anit, bën pjesën që to minkum, edhe thot daveti bëhet obligim edhe përgjegjësi për secilin. Ku e keni ju argumentin? Thot argumenti jon është ajo që Allah i madhruar ka thonë, se s'është ajeti i fundit ku përdoret min e se ka kuptimin e ndamjes edhe selektimit. Thot ajeti fejtenibu rijsa min al-awthan wajtenibu qawl az-zur në surën Hajj. Shmangjuni të këqijave prej idhujve dhe shmangjuni dëshmisë së rrejshme.
E ta shmangjuni të këqijave prej idhujve, asnjë logjik nuk e pranon që ka idhull që nuk është i keq. A është qështu apo jo? Me kuptu bukfalisht i bjen idhujt që kanë të bezdisshëm, të gërditshëm, me kështu me radhë, mirë po pas ka dhe nëj idhull që po mu i ka me konë interesant. E Allahu po thot veç aty në të këqive shmangjuni, se këtyne mos ju shmangjuni, ja realisht nuk është kështu. Nuk e thot askush një gjatë tillë, po shmangjuni të këqijave prej idhujve, do më thonë krejt idhujt janë të këtillë, edhe me këto argumentoj që edhe te rasti jon, dikush prej juve, do më thonë të gjithë jo. Pastaj argumentojnë me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ai prej jush i cili e sheh një të keqe le ta ndryshoj me dorën e tij, nëse s'mundet me fjalët e tij, nëse s'mundet le ta urrej me zemër, mirë, po më pak se kjo s'ka. E tash kjo më pak se kjo s'ka, dikush nëse nuk e sheh vetëm pjesë të davetit, edhe të përmirësimit, edhe të promovimit vlerave, edhe të kundërshtimit dukurive negative, atëherë ti veç ke dalë prej kësaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më pak se kjo s'ka, edhe kjo mundet me qenë skajshmërisht shqetësuese. Pjesa tjetër e ajetit ku thot Allahu i madhruar, do thonë u kuptu, çka do të thonë dikush për juve, të gjithë jo. Por secili pastaj me potencialin e vet, me kaçikun e vet, me mundësitë e veta. Si jemi të gjithë, na të gjithë jemi davetxhi, mirë, po kur po jemi puna me majt një seminar, 1, 2, 3 hoxhallar dalin ose eventualisht ndaj temë tjetër dikush, dalin edhe lexojnë. Si jemi të gjithë për të lexuar, por jemi të gjithë për të përcjell mesazhet e Islamit në radhë parë të familjet tona e pastaj të rrethi i gjanë në përgjithësi. Yed'una ila al-khayri, do më thonë me thirrën hajrin e kanë përkufizu çka është hajri. Ibn Abbasi ka thonë ila sulhi wal ihsan. Thirrën në hajër, do më thonë thirrën në pajtim edhe në mirësi. Dikush tjetër ka thonë thirrën në islam. Çka që ka thonë thirrën në islam, çka gjithë ja qëllan. Po ata të cilët hyjnë detaje, masane japin kuptim me shtesë. Sheikh Abdurrahman Sadi, Allah i mëshiroft, prej mufesirëve të vonshëm, pra Sheikh Sadi që ka tefsirin që e kemi edhe në gjuhën tonë, thotë hajri që është përmend në këtë ajet është ismun gjamiun li kulli ma yuqarribu ila Allahi wa yub'idu min sakhatihi. Do më thonë, ajo logjika e përfshirjes të gjitha gjanave me një kornizë që s'mundet kërkush me ta diskutu se s'ja ke qëllu. Thot hajri që përmendet në ajet është emër gjithë përfshirës, për çdo gjë e cila na afron tek Allahu edhe na largon prej zemrimit të tij. Edhe simas gjitha gjasave, s'kemi hapësirë me e refuzu që të përkufizim si të sakt, për shkak se i bie që hajri është i përgjithshëm edhe s'munëm me e kufizu. Allahu me pas dasht kishtë thonë, le të bëhet dikush për juve që fton në pajtim mes muslimanëve. Pa e qitë poshtë fjalën e Ibn Abbasit radiallahu anhuma, për shkak se dietarët thonë Ibn Abbasi e ka trajtu hajrin për një këndvështrimi konkret, edhe kur e ka thonë këto, ndoshta është argumentu me këtë ajet për me ishti njerëzit me u pajtu, ose për me ishti njerëzit me i pajtu tjerë cilët janë nga tresh, edhe s'ka këtu kur gjo gabim. Mirë po, çdo gjë e cila është e mirë dhe e dobishme, edhe për dunja, edhe për ahiret, ajo është hajr. E tash këto kur themi edhe për dunja, edhe për ahiret, këto vije, do më thonë, duhet me thonë që yed'una ila al-khayr, thrasin në khajr, nuk qenë ka vetëm thrasin në fe, në kuptimin e ngushtë të fjalës fe. Po thirrja nëse ti ja bën dikujt për me e viju shkollimin, ose për me e bo një punë të mirë, sado e thjeshtë që tjetë, edhe pse edhe fenë, edhe islamin, edhe ibadetin e kuptojmë shumë gjanë, po thuj se qështu, sikur se është hajri, mirë, po qëllimi është na edhe kur promovojmë ndo një vlerë e cila eventualisht mund të mos me qenë lidhje drejt për drejt, është vlerë ma universale, nuk është thjesht veç vlerë islame. E islami i përvetson edhe vlerat universale. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur
kur ka fol për misionin e vet, ka thonë innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Unë jam dërgu që ti plotësoj dhe ti përsosi vlerat e moralit. Domethënë jo ti rënoj e të filloj ndërtimin e të rejave, mirë po nëse ka diçka në rregull, Islami atë e pranon, edhe veç e plotëson, edhe kësaj është edhe hajri. Me i thon dikujt bën mirë, me i thon dikujt ruaj ambientin, me i thon dikujt parkoje veturën që shdohet, me i thon dikujt vesho mirë në kuptimin e mos zbulimit, e mos zhveshjes, e kështu me radhë. Të gjitha këto janë thirrje në hajër, edhe pse në sytë tonë mundet me tingëllu, po jo, se thirra në namaz, se thirra në nënshtrim ndaj Allahut, okej, i vjen radha edhe asaj, mirë po thirrja në hajër si duket është më e gjanë sesa el amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Çka do të thonë tash el amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar? Kur themi çka me urdhnu, po Allahu në shumë vende e përmend el amr bil ma'ruf, me urdhëruar në ma'ruf, po çka është ma'ruf? Prap do të më referu Sheikh Saadit, Allahu e mëshiroft, ai thotë se ma'rufi është ma urifa husnuhu bish-shar'i wal aql. Ajo e cila është e pranuar si e mirë edhe fetarisht, edhe logjikisht. Do thonë edhe feja edhe logjika e pranojnë si të mirë. Pse në përmend dyjat? Për shkak se ndoshta ndonjë gjë feja nuk e ka dhënë ndonjë qëndrim të qartë lidhur me këtë, nëse e pranon logjika. Edhe ai logjik, edhe ai pranim nuk vjen në kundërshtim me ato që feja e promovon, atëherë edhe ajo që ka ma'ruf, edhe e kundërta e kësaj. Ajo që njihet shëmtia e saj, e njeh edhe feja, edhe logjika shëmtinë e saj, edhe ajo quhet munker, edhe prej asaj duhet me ndalu. Halo ma bukur se kja, tash feja dhe logjika, pra, sikur se e dim, njerëzit mundohen neve me na shti në një katror, ku thot ju veç me fejë, ju logjikën se përdorni. Dhe na ju themi absolutisht, feja dhe logjika kur njëherë nuk ka pas nevojë me hyrë gara eliminuese. Për arsye se feja, flasim për fejën e Allahut, jo për fejtë që janë produkt të mendjeve njerëzore, feja kur se ka përjashtu logjikën, por feja është më universale se logjika. Për arsye se logjika është mendja jeme dhe e jotja e cila është, mos thëm, aq e paqëndrueshme, po aq jo stabile, sa që dje ke mujti me konsideru se është e logjikshme një gjë e caktuar, sot konsideron ti vetë i njëjti person diçka tjetër se është më e logjikshme. Edhe ajo është aq e kufizuar sa që do më thonë skoqare, ajo që është më e vogël, pa hyn kornizën e asaj që është më e madhe, ajo që është më e ngushtë, do të me hyn kornizën e asaj që është më e gjanë edhe kësaj. Kjo sa i përket fesë dhe logjikës. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me e kuptu na se çysh aplikohet që kjo el amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Në fund ndoshta ka me tingëllu që edhe unë po them, po urdhnon çdo gjë që urdhnon Islami, edhe ndalo prej çdo gjëje që ndalon Islami, e ke aplikuar çto. Po, edhe kjo është e saktë. Mirë, po tani kemi nevojë nga pak me zbërthy edhe me sharrime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përkufizuar imani dhe Islami, sikur se e dim, kur përmenden bashkë kanë kuptime të ndame, po kur përmenden ndama as mundën me përfshin njëra tjetrën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani thot i ka 70 e disa deg. A'laha qawlu la ilaha illallah. Ma e larta është me thon la ilaha illallah. Ose ma e larta është aksioma la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Ma e ulta është me e largu një pengesë prej rruge. Një letër, një mbeturin, një deg, një therr, një gur, një çka do të qoftë. Hadithi vazhdon. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Ndërsa turpësia është deg e imanit. Në thash, kur e marrim e analizojmë këtë hadith, e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend numrin shumë të madh, ndërsa i ka veçuar 3 gjëra konkretisht me përmendje. Qawlu la ilaha illallah, imatatul adha anit tariq, el haya. Që do me thonë se nëpërmjet kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përfshi të gjitha ato tema, të gjitha ato problematika, ato shqetësime, të cilat lidhen drejt për drejt me fen, me nënshtrimin ndaj Allahut fuqiplot, me ibadetin, me kështu me radhë, edhe këto të gjitha i përfaqëson fjala la ilaha illallah. Përtej kësaj,
pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përfshi edhe të gjitha ato të cilat nuk lidhen drejt për drejt me ibadetin, po lidhen me mirëqenjen e shoqërisë. Imatatul adha anit tariq, me largu pengesë prej rruge. Edhe nuk di të ketë dikush tjetër që e ka bo, jo sikur Islami, pa as parafërsisht, as shumë ma pak, që ka promovu vlerat këtilla për me largu pengesa prej rruge, respektivisht që me jau ndresë njerëzve jetën, qofshin ata dhe jo musliman, po bile jetën e dunjas le ta kenë sa ma komode. Islami këto e ban. Largimi i pengesës prej rruge, na themi është ma e ulta e imanit, megjithatë është degë e imanit, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe menoj se na si komunitet, sidomos sot, kemi shumë nevojë edhe në çdo degën më të ulët të imanit me u eduku për shkak të disa refleksioneve negative që mundet me i pas, edhe po i ka kohë pas kohe, mos kujdesi jon në raport me këte. Për arsye se nuk jemi të kujdesshëm në lagjën ku jetojmë, në xhamin ku e frekuentojmë, e kështu me radhë, edhe sikur në vend se të largojmë pengesa nga rruga, na qesim pengesa në rrugë. Në vend se ta largojmë një pengesë të vogël, na qesim një pengesë të madhe me 4 rrota e kështu me radhë, edhe kësaj pastaj me pakujdesin tonë bëhemi sebeb që dikush me e sha islamin në vend se me na kritiku neve. Sido që tjetë, kjo është temë e veçantë. Po pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po e përmend edhe turpsin, el haja. Me thënë drejtën, nuk i kam gjetë kësaj fjalës haja shprehje në gjuhën shqipe. Na them nganjëherë turpi, po turpi nuk më duket se është fjala adekuate. El haja është me të ardhmarrë. Kur gjo s'ke bo keq. Kur gjo nuk ke bo keq. Se kur të bëjsh keq tani nuk është haja, ma është diçka tjetër. Mirë, po para se me bo, ajo pjesa e etikës tënde që të pengon me bo, jo vetëm keq, po nga njerë edhe një vepër e cila nuk është keq, po nuk është qa që e mirë, të vjen marrë për shembull, po e zonë, na e kemi të lejume me u vesh deri në nxuj, po na hoxhallarët nuk veshim, nuk shkojmë në xhami, për shkak se na vjen marrë. A është vepër e keqe? Nuk është e keqe, po s'është vepër e mirë, ç'kjo është haja. E çito pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend se është pjesë e imanit edhe me këtë kompletohet komplet mozaiku prej 70 sot degëve të imanit, e që ato kryesorët i ka zbulu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka bë dukshme për me kuptu na se cili qenë ka pra ky projekti e urdhërimit në punë të mira edhe ndalimit prej të këqijave që Allah i madhruar neve po na e obligon. Cili qenë ka ky projekt? Nëse e marrim fjalën la ilaha illallah si dega më e madhe e imanit, krejt ajo që ka rrjedh prej la ilaha illallah ne thrasim te. Krejt ajo që ka e kundërshton la ilaha illallah ne urdhërojmë ose ndalojmë prej saj, themi njerëzve mos ne. Pastaj largimi i pengesës prej rruge, krejt ajo që ka lidhet me lehtësimin e jetës të tjerëve, ne e promovojmë. Krejt ajo që ka shkakton vështirësinë në jetën e tjerëve, ne u themi mos se nuk ban. Edhe pastaj edhe ato gjëra ku nganjëherë feja, ndoshta as edhe mendja, logjika që e përmendëm më herët, nuk kanë ndonjë verdikt jo të sakt, po të qartë, ose s'kanë verdikt fare për këtë punë, e është ajo pastaj që e ndjesia e mbrendshme e çasaj që të vjen marrë me e bo, edhe ajo mundet me u marrë si një lloj vlerësuesi për a me e bo një punë, a mos me e bo. Çto po e lidhi me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë idha lam tastahi fasna ma shi't. Nëse s'të vjen marrë, bën çka të dush. Dietarët e kanë komentuar çet hadith në 2 kuptime. Edhe 2 kuptime derisa zvin dash njëra me tjetrën, të dyat mundu me i marrë për të sakta. Kuptimi i parë është kërcënues, që ato që e themi ne, mos të marrja, çka të dush ban. Domethënë kjo është kërcënuese, edhe është e saktë edhe kjo. Mirë, po kuptimi i dytë, edhe çto po du me e lidh me atë që isha duke fol, kuptimi i dytë thotë, nganjëherë jeni një dilemë që se din çka thot feja për këtë punë. Se din a është mirë, as është mirë, e atëherë kthehu te ndërgjegjja jote. Nëse s'të vjen marrë, bane se s'ka problem. Nëse s'të vjen marrë, veproja se nuk ka problem. Kjo është në pikat shkurta sa i përket el emru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar,
kalojmë te e përmena në fillim fjalën umme. Pse Allah i madhruar e ka përmend fjalën umme edhe pse davetin na thojmë se e bojnë grupe më të kufizume dhe më të vogla. Fjala umme në kuptimin e ngushtë gjuhësor nuk përputhet me ajo që sot të na është bot terminologji që themi grupet davetit. Apo? Për çato grupet davetit nuk përputhet gjuhësisht fjala umme, por fjala umme përputhet edhe për grupet e davetit. Ashtu qysh përputhet edhe për grupe hala më të vogla për shkak të përmbajtjes edhe vlerës së asaj që ata bojnë. Dhe Allahu sipas gjitha gjasave e ka përdor fjalën umme për shkak të asaj në çka po i thret njerëzit. Po doni me u bë ummet, po doni me u bë të nivelit shumë të lartë që vepra juaj me përfaqësu një numër shumë të madh të njerëzve, atëherë bëjeni çdo punë. Thirrni në hajër, urdhëroni të mira, ndaloni prej të këqijave. Në tjetrën anë kanë thonë fjala umme edhe gjuhësisht përputhet me këtë që na ka urdhëruar Allahu fuqiplot. Pse? Për arsye se tham, hajri është krejt që ju bën dobi njerëzve në dunja edhe në ahiret. Pra hajër qenë ka edhe me studiu mjekësi, edhe me studiu deg tjera të atyne shërbimeve për cilat njerëzimi ka nevojë. Edhe për atë arsye tash vjen prapa ajo farz ain, farz kifaje. Është farz ain me studiu mjekësi? Jo. Farz ain e kemi me i ditë vetëm ato gjona të cilat i kena të domosdoshme, pa cilat s'munëm me mbjetu. Edhe në fe që ashtu. Çka ka prej fesë që s'bën pa e ditë se cili, janë ato gjonat elementare të besimit, ibadetit, pastërtisë, madje edhe zeqatin e haxhin se ki farzajnë me i ditë ti, derisa ka dikush që mundet me të shpjegu. Mirë po abdestin, s'mundesh ti 5 herë në ditë me e thirr hoxhën, çu dashke me marr abdest ose çu dashke me u fal. Do thonë janë gjona të cilat janë farzajn me i ditë edhe janë gjona të cilat janë farz kifaje. Në një kuptim më të gjan, janë disa veprimtari që ne edhe me dash s'mundemi të gjithë me i bë, por edhe po të kishim mundësi të gjithë me u bë mjek, s'ka asnjë logjik që e thot një gjë të tillë. Për arsye se kemi nevojë edhe për shërbime tjera, kemi nevojë edhe për dije tjera, edhe për veprimtari tjera, edhe kësaj thon se cila veprimtari për cilën njerëzit kanë nevojë, disa janë domosdoshme, disa ja u bojnë fen më të lehtë, jetën më të lehtë, disa ja u bojnë më cilësore. Të gjitha këto veprimtari pastaj dikush i kryen, edhe në një farë mënyrë krejt ummeti, krejt komuniteti përfshihet në kryerjen e kësaj edhe në jetësimin e kësaj që është hajër. Nëse ndonjëri prej neve, masi veç folëm për edhe veprimtari tjera jetësore që janë jashtë kornizës asaj që ne konsiderojmë nga njerë që është fe, ibadet, davet, Kur'an, hadith, tefsir e të ngjashme. Nëse ndonjëri thot, qysh muj unë me e qitë vetën në pozicionin e atij që është të e kry një farz, edhe pse s'jam të e studiu fen, ose edhe pse s'jam drejt për drejt i lidhur me fushën e davetit, edhe pse s'jam hoxh, për arsye se nuk është veç hoxha ai i cili i kryen shërbim komunitetit, mjeku, ose mekaniko, ose inxhinieri, ose ai i cili ofron një shërbim, le të jetë edhe prej atyre zejeve më elementare që nganjëherë në jetën tonë nuk duken se janë shumë të rëndësishme, mirë po e dim se pa tonë nuk ban. Ai secili prej tyre mundet me arrit që veprimtarinë e vet me shndrru prej një veprimtarie legjitime në një veprimtari me vlerë shumë të madhe në ibadet, ai është njeti i përgjithshëm i tij. E bën një, domethënë ka jetën e përgjithshëm si musliman. Unë po du me dhonë kontribut. Pastaj shkon një shkallë më të avancume, thot unë si musliman, edhe ma ka dhonë Allahu këtë dije, ose ma ka dhonë këtë zanat, unë po du tash me shfrytzu këte për me fitu halal. Edhe ky njet, do më thonë, i jep vlerë të shtume, do më thonë veprës tonë, ndërsa për me arrit komplet sevapin, sikur se me konë të bo ibadet, gjithsesi edhe kjo është e mundshme me disa pika e para, ihtisab al-ajr, çdo punë që e bën, e që s'është keq, se tash me thonë, çdo punë e hajrit, na gjithmonë pe imagjinojmë punën e hajrit si diçka që po është shumë madhore, pajtojmë. Jo, një punë e jotja më e thjeshta, veç mos jetë e keqe, ti në sabah e bën jetën tënde dhe thua Zot, prej kësaj pune që s'është e keqe, prej kësaj veprimtarie që s'është e keqe, që unë po e bëj,
po synoj me arrit kënaqësinë tone, edhe kjo padyshim që atë punë ka me e kthy në diçka të rëndësishme, sidomos kur e ki jetin me i shërby fesë, shërbimi i fesë, kur e ndëgjojnë njerëzit këto me i shërby fesë, si kur konsiderojnë që na jemi duke e kufizu veprimtarinë, jo, me i shërby fesë është gjë e madhe, edhe në një farë mënyre, edhe një veprimtari që ty mundet me të dukë se s'lidhet hiq fort me fenë, edhe ajo shërbim ndaj fesë. Për arsye se ti si musliman e ngrit një reputacion i cili është pozitiv. Pastaj veprimtaria jote, edhe zanati jote, edhe karriera jote, edhe profesioni jote, bëhet ibadet atëherë kur ti punën tone e kryen në përputhje të plot me atë që Allah i madhruar në ka mësu. Tash, s'po kam çfarë pa përmend atë logjikën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka promovu, kur i ka thonë sahabe, o fi buda e ahadikum sadaka, kur ndonjëri prej jush i afrohet bashkëshortës vet, edhe aty ka sadaka, i kanë thënë ja Rasulullah, e shfrym epshin e me fitu sevap, thotë sikur ta bënit në haram, a kishit marrë përgjegjësi edhe gjuna, po nëse e bënin halal, pra keni sevap. E bën profesionin tanë, mas pari se kushti është profesioni me qenë halal. Nuk mundu me i thonë dikujt i cili punon punë haram, feja i ka ndalu. Ajo ligjërisht mundet me kone lejume në sistemet bashkohore, po feja e ndalon qatë veprimtari, ajo sin këto. Njeti se ndresh punën e cila është në rregull. Mirë, po puna e cila në esencë është legjitime, atëherë njeti e bën për shkak se ti e din edhe çka të ka urdhëruar Allahu, puna e besnikërisë, puna e korrektësisë, kur mat tamam, kur e kërkon hakun ton, prapë e kërkon tamam, e kështu me radhë, edhe çështo, domethënë arrihet që vepra me u shndrru në ibadet edhe pa qenë ashtu. E treta është puna e akhlakut edhe etikës islame kur ti e aplikon në profesionin tanë. Në profesionin e mjekut, ose të kujt të qoftë, ose në zanatin e zanatliut, rrobaçepsit, këpuctarit, mekanikut, e kështu me radhë, e bën me etikë islame, atëherë s'ka dyshim se ai zanat edhe ai profesioni yti ka me u shndrru në ibadet. Madje edhe këto po ja u them për me e përmbyll këtë pikë, edhe kur menon me u avancu, tash, ke arrit deri dikon, mirë, po e shes se ki nevoj për një specializim, ki nevoj për një avancim, për një trajnim, edhe që ato avancime veç i futën që të kallëpin e qësaj që ka folëm deri qëtash, edhe ato pastaj të shëndrohen në ibadet, edhe nuk ka më të mrekullueshme se kjo. Që kjo veprimtari për cilën po flasim, që kjo davet, që kjo dashamirësi, e cila duhet të përjetohet në radhë parë, pastaj duhet flitet për te, pastaj duhet të aplikohet edhe të konfirmohet me vepra, kjo padyshim që edhe jetën tonë ta ndreq. Jo shpesh na thoni neve, kur po vim ligjërata, po ndihemi ma mirë. Kur po rrim me juve, po përjetojmë një kënaqësi e kështu me radhë. Mos harroni, edhe na të njëjtën gjë përjetojmë me juve. Edhe na kur mojmë ligjërata, përfitojmë. Edhe na kur mojmë ligjërata, le lodhjen e përgatitjes së të ligjërimit e kështu me radhë. Mirë, po edhe na përmbushemi hala ma shumë. Pse? Se je duke po punë të mirë edhe Allah i madhruar gjithçysh ka me ta gëzu zemrën, gjithçysh ka me ta qetësu shpirtin, gjithçysh ka me ta ngrit disponimin e kështu me radhë. Janë dy shembuj, s'po du me i përmend, veç s'po du me u thellu në to për arsye se u zgjat, po du me u përmend në Kur'an i kemi dy shembuj interesant, se shembullin kryesor edhe modelin më të mrekullueshëm të davetit e kemi të pejgamberët e Allahut. Unë ka njerë them, do shta kërkush s'ma ka thonë, të paktën unë si ekrem, e një ka njerë them, po, pejgamberët i kemi shëmbëltyr edhe model. Mirë, po, si shëmbëltyr janë të pa arritshëm. Apo bajto shekh, të pa arritshëm, s'munum na me konë si Nuh a.s. si Ibrahim a.s. Do të me i synu. Po, për mos me na ndodh një shkputje, them, kemi edhe shembull tjerë që s'janë pejgamber, e që këta masanist të lonë hapësirë me thonë, jo Allah s'po moj. E ka pru Kur'ani shumë shembuj, po janë dy shembuj të mrekullueshëm në dy sure të Kur'anit, unë po ja përmendi veç vendet. Në surën Yasin është ai besimtari që o ja'a min aqsal medinati rajulun yas'a
Kale ja qaumi ittabi'ul mursalin, dhe nga skaj i qytetit erdhi një burr duke nxitua dhe tha, o populli im, pasojini pejgamberët. Edhe ajetet në vijem, lexojeni, janë ajetet prej 20 deri 27. Apo 30, veç të shoh mirë se pej 20 deri 27. Në surën Yasin, lexojeni me vëmendje. Edhe merrni një fletë edhe shkruani nga një detaj që po frymëzoheni prej këtyre ajeteve. Keni mjau pa hajrin shumë. Edhe janë ajetet e surës Ghafir, prej 28 e tutje, që flasim prap për një personalitet që e ka quajtur Kur'ani, wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun. Tha një burr besimtar nga familja e Faraonit. A ishte nga familja, nga ajo shpura, pak ka rëndësi, po përshkrimi i këtyne dy rasteve, e përbashkëta e përshkrimit është se të dytë burra, të Daveti lyp burrni, edhe gjithashtu e përbashkëta e të dy rasteve është se asnjëri s'kan qenë pejgamber. Kanë thirrë në rrugë të pejgamberëve, e prej këtyne na mundemi me u frymëzu shumë. Allah ju shpërblet shumë për vëmendjen. Këtë temë ju mundu deri në maksimum me e shtyp, por me mujt me e pru të gatshme për ju, megjithatë po e pranoj se nuk ja pas na dalë se o dasht për 40 minuta me e kry. Zoti ju rujt, Allah ju shpërblet, e faleminderit shumë për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.